Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, uroj që po kaloni një ditë të bukur, pozitive, me shumë dashuri dhe energji të mirë, ja ku jam unë këtu pranë jush. Dua pak të ndaloj tek goca e cila na ka shkri me memet e saj. Loredana Brati. Loredana Brati është një personazh shumë i dashur, një vajzë që brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk është se kishte ndonjë strategji të saj se si do të vazhdonte rrugtimin, por kishte sinqeritetin, gjën kryesore që në fakt ndërton dinjitetin më të bukur moralin e çdo njeriu. Sinqeriteti për gjëra që ne duam t'i arrijmë dhe duam t'i bëjmë, duke treguar karakterin ton të vërtet, duke treguar atë që ne jemi, është rruga më e bukur që ne mund të zgjedhim në jetë për të shkuar drejt suksesit. Dhe pikërisht Loredana zgjodhi që të ishte e vërtet, të ishte e sinqert me të mirat edhe të këqijat e saj. Ashtu siç ajo ishte rritur, ashtu siç ajo ishte mësuar, ashtu siç ajo e njihte gjuhën shqipe, me gabime por shumë të bukur. Duke i thënë fjalët ndryshe por shumë e ëmbël. Domethënë, ky lloj sinqeriteti që fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk e përdorin këtë gjë, mendojnë se duke bërë dredhina, duke bërë tradhti mund të arrijnë më shpejt drejt famës, mund të arrijnë më shpejt drejt suksesit të tyre, mund t'i kapin gjërat më shpejt, por nuk e kuptojnë që thjesht po vështirësojnë rrugën e tyre shpirtërore dhe nuk marrin atë që duan, në fund marrin thjesht një kod dështim që aty thot njeriu dështova në jetë, nuk dështohet në jetë kur ti je i sinqert. Dhe pikërisht Loredana këtë gjë vendosi. Tani u tha që ajo është ndarë nga Jozi, por ditë më parë është shfaqur kjo fotografia që do e nxjerrin tani. Ju lutem. Faleminderit shumë. Bëhet fjalë për këtë fotografinë, do me thënë Loredana është në një makinë e ulur pas. Kjo në fakt është video dhe është duke parë në dritare. Tani nuk më duket mua që kjo do t'ishte një moment i skenuar nga Loredana, sepse Loredana nuk është tipi që di të skenoj situata apo është tipi që di të gënjej. Loredana është shumë e thjeshtë dhe shumë e sinqertë që në momentin kur ja jep dorën Eglit edhe i thotë që edhe ne jemi në lidhje të komplikuar, do të thënë kuptohet sa e sinqertë është. Don s'don vetë i bën gjonat me dhe lajm dhe unë për këtë e kam shumë zemër. Loredana duket që është e mërzitur dhe po dëgjon këngën e Jozit. Dhe në sy, ato nuk i ka lot, se shumë e kam përshkruar që Loredana janë gurë. Janë gurë që i ka pas në sy, ndoshta ka qenë në ndonjë fotosesion, xhirim fotosesioni, apo ndoshta ka qenë në ndonjë kënd modelesh të dy së bashku me Jozin edhe me Jozin, me njerëzit e saj, por duke dëgjuar këngën e Jozit. Nuk kemi një konfirmim nga ana e Loredanës edhe Jozit që janë të ndarë. Loredana duke që e ka shumë në zemër, duke që e ka shumë xhan, duke që e ka shumë shpirt dhe duke që kalon momente shumë të bukura me Jozin kur kanë qenë bashkë. Loredana tha që unë jam e ndarë nga bashkëshorti im, do me thënë nga një martesë të cila ka patur, nuk e ka konfirmuar që nga Jozi. Jozi nuk ka folur gjë për marrëdhënien me Loredanën, nuk i ka thënë gjë Loredanës, por gjithsesi do me thënë që të dy po vinë bukur tek tregu shqiptar, që të dy po punojnë shumë projekte, që të dy po sjellin shumë gjëra të bukura. Kjo videoja e Loredanës ka prekur të gjithë njerëzit, sepse Loredana ka një mënyrë të shprehurit të ndjenjes e ka shumë paqësore, e ka shumë të dhimbshme dhe ky paqësori në fakt është diçka që të prek në shpirt. Unë dua që Loredana të vazhdon e lumtur, unë do ta ndjek në të gjithë hapin e karrierës së saj, të gjithë Loredanën, Jozin, të gjitha, dhe do të sjellim lajmet më të fundit rreth tyre.